Mirëmbrëma të nderuar miq, takojmë me të pashoq si çdo të mërkur. Në fakt, sot do ta zhvendosim në pjesën e dytë tematikën e luftës, situatës dhe të gjitha zhvillimeve që po ndodhin këto ditë e këto orë në lindjen e mesme, për t'ia lënë vendin në pjesën e parë një tjetër zhvillimi shumë të rëndësishëm që ka qenë lajmi kryesor i ditëve të fundit. E kam fjalën për zgjedhjet dhe rezultatin e tyre surprizë në një farë mënyre në Hungari. Peter Majjar, si që thonë hungarezët, mundi pas 16 vitesh më në fund në pushtet Viktor Orbanin. A mund të përsëritet ky precedent në vende të tjera autoritare apo jo? Ne do të diskutojmë për këtë, por jo vetëm, me ekspertin e sigurisë Ilir Kulla. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tani më thatë në hyrje para se të nisnim që keni studiuar në Hungari. Po, kam bërë doktoraturën. Okej, njihni edhe popullin në një farë mënyre përveç politikës. Një hungarezët. Pse fitoi... Por në kohën që kam qenë unë atje, në opozitë ishte Orbani dhe në qeveri ishin socialistët, ishte Gülçani, që ishte përfaqësues njës nga familjet oligarke më të mëdha. Vjerri i tij në atë kohë ishte oligarku numër 2 ose 3 i Hungarisë. Tani, pyetjet e mia të para, pse fitoi kaq thellë Peter Majjar dhe pse humbi po kaq thellë Viktor Orban? Viktor Orbani është viktima e dytë e luftës Bibi Netanyahut dhe të Donald Trumpit në Iran. Viktima e parë ishte Giorgia Meloni, e cila jo rastësisht kësaj jave u distancua tërësisht nga lufta dhe nga Trumpi, veçanërisht duke patur dhe debate publike të forta me njëri tjetër. E kemi analizuar këtu humbjen e referendumit të Melonit 3 javë më parë. Sikundër edhe në referendumin e Melonit në zgjedhjet në Hungari ne pam që rinia me shumicë shkoi të votojë, gjë që s'kishte ndodhur. Dhe i ktheu gjithë numrat. Dhe në Hungari i ktheu dhe në fshat, në bastionet historike të Fidesit, në zonat rurale, u votua kundër. Pse? Sepse fshati është ai që e vuan drejt për drejt edhe çmimin e gazit, edhe çmimin e naftës në Hungari, sepse Hungaria ka një industri bujqësore dhe një zhvillim bujqësor unik në Evropë. Kjo ka qenë arsyeja pse vazhdimisht Viktor Orbani fitonte. Në mënyrë të vazhdueshme sondazhet e kanë dhënë opozitën, si më thënë, këtë koalicion opozitar të përfaqësuar nga Peter Majjar në 6-7 muajt e fundit e kanë thënë përpara, po as Peter Majjar nuk e priste këtë diferencë, dhe kjo është diferenca e 45 ditëve luftë, ku çmimet dhe inflacioni e çmendi gjithë elektoratin me drejt. Dhe këtu na përsëritet ajo që kemi parë 4 vite më përpara, lufta në Ukrainë dhe inflacioni dhe çmendja e tregjeve në luftës në Ukrainë para 4 vitesh, tronditje dhe pastroi gjithë klasën politike në Evropë. Në fund edhe në Amerikë, madje edhe ardhja e Trumpit në pushtet nuk do të kishte qenë e tillë nëse s'do të kishim pasur nëse Amerika s'do kishte probleme më të madhe inflacionin. Dhe pas një vit e gjysmë në pushtet Donald Trumpit, me luftën në Iran, ne kemi goditjen e drejt për drejt elektoralisht për dy njerëzit më të investuar të magës dhe të Donald Trumpit në Evropë, Giorgia Meloni dhe Viktor Orbani. Giorgia Meloni me referendumin, Viktor Orbani me pushtetin drejt për drejt. Viktor Orbani akoma më fort, sepse zëvendës presidenti Gjide Vance, që është edhe përfaqësuesi i magës tek republikanët, shkoi dhe i bëri fushat, u angazhua personalisht në këtë fushat dhe kjo i korrespondoi gjitha me vot kundër, duke patur parasysh që kur them vot kundër, do të thotë që një pjesë e votave që dikur kanë qenë për Viktor Orbanin, i mori pikërisht Majari, i cili kishte një histori, një të shkuar me Fidesin, me partinë e
qendrës djathtë në Hungari. Dhe shkuan dhe ju bashkangjitën një koalicioni të gjerë opozitar që të dërgonin në shtëpi Viktor Orbanin, i cili përtej përplasjes me BE-n për 4 vitet e fundit në luftë në çështjen e luftës Ukrainë-Rusi, ka qenë vazhdimisht në përplasje me autoritetet e Brukselit dhe me burokracinë e Brukselit për tema të tilla si migracioni, për tema të tilla si tregtia e lirë, për tema të tilla si LGBT-ja, e shumë temat të cilat janë sot të njohura në Evropë. Por asnjëherë nuk kishte ndodhur që elektorati të sillte në mënyrë kaq agresive me Viktor Orbanin, që vetë elektorati i Viktor Orbanit ta godiste në këtë lloj forme. Këtu shtoi edhe historitë e akuzave për korrupsion apo skandaleve të tjera, por unë mendoj që zgjedhjet në Hungari treguan një gjë, që inflacioni është një kafshë e egër që çmend çfarëdo lloj elektorati dhe çfarëdo lloj klase politike dhe dërgon në shtëpi. Në këtë pikpamje, unë mendoj që nëse vazhdon lufta në Iran, dhe nëse kjo tendencë e rritjes inflacionit në gjithë botën, mendoj që në nëntor, jemi ende shumë përpara muajit nëntor, por në nëntor edhe vetë republikanët në Amerikë do mund të ndëshkojnë nga elektorati, sepse përtej faktit që Donald Trump ishte angazhuar që nuk do të bënte më asnjë luftë etj. Përtej kësaj nuk mund të kontrolloj dot logjikën e tregjeve dhe të rritjes së çmimeve, pa futur këtu shpenzimet operative për luftën, pa futur këtu numrin e të vrarëve, pa futur këtu gjithë këto problematikat politike, por të mbetemi në mënyrë të ngushtë tek çështja e inflacionit. Pra, Irani i azgjësoi në 45 ditë SBA-s Viktor Orbanin, që është një investim afatgjat amerikan në Hungari që nga 1990. Që atëherë ka qenë aleati amerikanëve dhe në 2026 është jashtë politike, por në mënyrë të dukshme. Sepse vota ishte ekstremisht kundër. Dje J.D. Vance deklaroi se ne e dinim që Viktor Orban do të humbte. Po jo kaq. Edhe Viktor Orbani e dinte. Unë e kam takuar Viktor Orbanin. Ishte i sinqert mendon në këtë deklaratë? Po. Unë e kam takuar Viktor Orbanin në tetor vjet, edhe kam qenë për drejt me presidentin e Hungarisë, ata e dinin sondazhet. Madje edhe aleatët e tyre në Ballkan, për shembull, fola para disa ditësh me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë, që ka qenë edhe i angazhuar në këtë fushat për Orbanin e tjerë. Të gjithë e dinin që do të ishte vështirë, që maksimumi mund të ishte barazimi, që sistemi zgjedhor ndihmonte Orbanin e tjerë. Por askush nuk e dinte që fshati në mënyrë enkas, pra pjesët rurale të Hungarisë, që janë ato që varen nga çmimi i naftës, nga kosto e punës, nga çmimi i gazit, do ta poshtin kështu, sepse Viktor Orbani pranoi humbjen kur filloi të numëroj fshati. Se ai e dinte që qytetet e mëdha në Budapest, në Peç, qytetet e mëdha të Hungarisë janë qytetet të cilat mbajnë turizmin e tjerë, se Hungaria nuk është vend shumë i madh, 10 milion banorë dhe është një territor bujqësor dhe 2 pika ka të forta, ka turizmin dhe bujqësinë. Që rinin e kishte kundër e dinin, që qytetet i kishin kundër e dinin, po që do humnin në fshatra dhe në zonat rurale, kjo ishte një goditje e pa kalkuluar për asnjë. Çfarë do të thotë kjo që ndodhi në Hungari me këtë rezultat zgjedhor për vende të tjera që e aspirojnë diçka të tillë, por që është e pamundur për momentin në vende autoritare, për shembull, në Serbi për shembull. Po edhe në Shqipëri, pse jo? E kishe dëgjuar ndonjëherë Peter Magjarin përpara? Shumë periferik. Se kishe dëgjuar? Në protagonizmin e zhvillimeve të lajmeve ndërkombëtare kam fjalën.
A e diti që të gjithë me qerdhet e Shqipëria, të gjithë liderët politik aktual në Shqipëri, none of these nuk jeton më, Berisha, Meta, Rama, janë gjithë nga 1990 e këte. Po. Dhe bashkosit e tyre o kanë vdekur, o kanë shkuar në pension të thellë. Tani, kur të bëjmë një krahasim, duhet të shohim dhe rrethanat. Viktor Orbani ka qenë një nga njerëzit më serioz politik në gjithë hapësirën e Evropës Lindore. Thash është 90-ën, pra ki parasysh që vendi i parë që ka rënë komunizmi në Evropë ka qenë Hungaria. Vendi i parë anti-rus në Evropë që bëri një kryengritje në 56-ën ka qenë Hungaria. Tanket sovjetike hyn rrugët e Budapestit dhe bën masakër. Kështu që një sinjal nga Hungaria është një sinjal që mund të perceptohet dhe të përçohet tek tjerët, po kjo kërkon ndryshim. Nuk mund të ekzistoj ideja që të përmendësh Hungarinë dhe të mos kesh asnjë lloj identifikimi ose ngjashmërie me Hungarinë. Si jemi Hungari, po thua se Peter Magjar mund të kemi? Ne s'kemi Peter Magjar, sepse që të kesh Peter Magjar duhet të kesh shpirtin e popullit hungares. S'kemi Peter Magjar përderisa në Shqipëri sot asnjë politikan nuk ka kurajën publike dali publikisht dhe t'i përmendë me emra një nga një ata që janë konsumuesit kryesor të parave të buxhetit të shtetit. Ose të ashtu quajturit oligark. Asnjë. Në media jeni vetëm ju pamfleti, se media e tjera s'bëhet fjalë, janë gjithë klientë. Në politikë e njëjta gjë, në politikë ka vetëm një njeri, ai quhet Arlind Qorri, po edhe ai s'është në parlament. Nuk ndodh kështu në Hungari. Vet Viktor Orbani, në mënyra se si u kthye në pushtet, e di si ka qenë. Ikun 2002 e u kthye në 2012. Sepse Gülçani ish kryeministri, Ferenc Gülçani, ishte socialist, ishte i qendrës-majt etj. Ishte dhëndri, thash, njëri nga oligarkët më të mëdhenj. Dhe pasi bëm fushatën, fituan zgjedhjet, ata u mbyllën në 2010, se mbaj më saktësisht tash. U mbyllën një mbledhje dhe Gülçani filloi të ulëriste atyre mbledhje kryesie, duke thënë mjaft i mashtruam njerëzit, do duhet të themi të vërtetën, borxhi publik, kjo, ajo. Doli dikush e regjistëroi, dolin publik dhe njerëzit dolën në rrugë. Dhe u kthye Viktor Orbani, i cili u kthye me premtimet që do riforcojë Fiorinën, ekonominë, dhe i bëri gjitha këto gjëra, pastaj shumë vite në pushtet do të sillnin këtë gjë, por kalkulimin e luftës se kishte pas asnjërin pikërisht mes fushatës. Që të ndodhi kjo gjë, këtu tek ne duhem përgatitur disa parakushte. Dhe përderisa janë të gjithë klientë të atyre të cilët janë realisht klientët e parave publike, ne jemi tek mekanizmi që me pushtet bëhem para, me para mbajt pushteti. Nëse këtu nuk del dikush që ta thyej këtë mekanizëm, askush nuk mund ta bëjë. Këta që janë jo një. Ditën që unë do të gjoj në kuvend, me kurajo, me letra, pra me fakte. Fakte, jo me propagandë. Që do çohet dikush nga krerët e politikës dhe t'i përmend me emra, nga i pari tek i fundit. To historitë që çohet Elisa Spiropali, i flet aty me kode, kjo Elisa që quhet Skënderbeu etj, domethënë, janë histori që sharake nuk e mundin dot këta Edi Ramën pa bërë këtë atë që bënte Edi Rama kundër Fatosnavës. Edi Rama kur fliste, kur nisi të rrëzoi Fatosnavën atëherë, në fakt ai kishte Fatosnavën dhe Ilir Metën, po Ilir Metën e përdori kundër Fatosnavës. Nëse kujtohet, ju keni qenë re atëherë, po Edi Rama mori sapatën dhe priste drujnë të rrugës për të thënë që do presim politikën e vjetër.
e kështu me radhë etj. Këta janë, të thash, janë klient të atyre që janë klient të parave publike. Pa u thyer ky mekanizëm, nuk ndryshon dot gjë në Shqipëri. Që të shkosh të nxjerrësh rinin në zgjedhje, do të japësh rinis atë që rinia nuk ka. Shpresën. Kush do japi shpresën? Një 82 vjeçar që flet për 20 vitet e ardhshme? Come on, le të bëjmë serioz. Kjo është arsyeja, shikoj, ndodhi një ngjarje tjetër, një incident i madh. Publik, u do një pallat, fatkeqësi e madhe njerëzit aty, zjarr fiksit aty, policia aty, ushtria, gjithë gjërat e tjera, mediat e gjithë tjera. Por si nuk doli njëri, por një që tjetër nga pikpamja informative, një media, se kemi media kombëtare në këtë vend, këtu bëhet Big Brother, i shkon gjithë dynjaja aty, shet gjithë budalliqet e gjithë gomerëve të këtij vendi atje, domethënë. Si nuk do rinjë ti përmend emrin aty ndërtuesin, një i vet. Ti bëj një bio thotë, ky ndërtuesi është ky zotnia, ka kështu. Skuzon kush të vend. Për një gjë mes Tiranës, mes ditës. Dhe ndërkohë pjesa tjetër na frynte samitin e diasporës, po aty u çu vetëm një shkreta tha orë, tha këtu, tha, a keni bë samitin për ne apo e keni bë për ju thas? Të mjash, ne jemi diaspora, për çka na keni ftu? Atë shkretën vetëm çka kapin e gjë në YouTube, sa as një media se kishin nxjerrë atë. Kështu që këtu pa u kthy kjo gjë, si do ndodhi? Se këtu i vetmi njeri që mund të bëjë sot opozit me këtë sistem, Ramës është Edi. Të tjerët ku? Nuk ka, shiko, po lexoja një nga këta mbështetësit e fortë të Partisë Demokratike, se duhet thënë që Viktor Orbani ka pas marrëdhënie shkëlqyera këtu edhe me Berishën, edhe me Ramën, dhe me Metën, shkëlqyera personale. Dhe të gjata, sepse duke qenë që në 90-ën në politikë kështu do ishin marrëdhënie. Dhe ishte njëri nga këta që thoshte sepse Viktorin Orbani, pra këta mbështetësi e rrëzoi Soros. E kupton për çfarë flasim? Flasim për njerëz që vazhdojnë kanë skemën e tyre mendore, nuk kanë ndërmend kurrë të hapin mendjen dhe të kuptojnë realisht çfarë duan njerëzit. Prandaj po them ditën që këtu do çartet një njeri dhe do ketë akses në media dhe do filloj me megafon rrugëve ti përmendi emrat, ja marrë listën. Thotë ta janë 100 konsumatorët kryesorë të buxhetit shtetit, ta po ju vjedhin. Atëherë do filloj do ndryshojë në shpresë. Po kollaj, këta marrin parat e buxhetit i ndajnë me këta me listë partish. Ke deputetët, bëhen zgjedhjet se vinë zgjedhjet lokale, pastaj vinë zgjedhjet e përgjithshme dhe ne presim pastaj që jo do vi dikush nga BE-ja, do vi dikush nga Amerika t'i vrasin këta. Shiko, se e thot Spartak Ngjela diku në kujtimet e veta. 40 vjet tu kanë prit njerëzit që të vite flota 6 zbarkonte të rrëzonte Mberoxhën, po Mberoxha vdiq në krevat vetë. Kështu që si do ndodhë ndryshimi? Nëse këtu në këtë vend rinin nuk e stimulon dikush. Shumë e thjeshtë kjo gjë, nuk domethënë ti nuk mund të thuash që këtu këtë zotrin Peter Magjarin do ta bëj në një nga këta. Këta kanë gjithë një moshë politike dhe mosha e këtyre politike është 1990. Se më folë për miqësinë e Ramës, Berishës me Orbanin, Metës. Në reagimet e tyre të urimit, Rama për shembull tha disa fjalë zemre për mikun e tij Orban fillimisht, pastaj shkoi tek fitoria e tjetrit, ndërsa Berisha e shmangu Orbanin, ndryshe nga çka bër herët e tjera kur ka fituar, që e ka uruar ndër të parat dhe uroi vetëm fituesin. Shiko, Berisha ka çaka, i ka gjitha këto që i përmendën, po Berisha budallas është. E kupton leximin e asaj. Problemi i Berishës është që Berisha nuk pranon ndryshimin, siç nuk e pranon asnjë nga këta të tjerët. Shiko, në Partinë Demokratike ka ca njerëz sot që flasin, janë grup parlamentar të Partisë Demokratike. Se mirë, hajt Berishën për kuptojmë është lider historik. Po aty ka ca njerëz që kanë sa Berisha në parlament, 191. A di gjithë çfarë bëjnë ata njerëz?
ngrejnë votën, shkojnë aty, ç'a bëjnë? S'ka ta në gjuhën politike, publike, intelektuale, këta quhen surrogat. Se pavarësisht se Gramoz Ruçi është figurë historike e Partisë Socialiste, por Gramoz Ruçi është figurë historike e Partisë Socialiste një ditë bukur, që sa herë votoi Gramoz Ruçi, merrte votat Partisë Socialiste, padyshim i merrte sot. Po një ditë bukur, Gramoz Ruçi, na mik Dokle e tjerë, u ngritën dhe thanë, valla, ne do ikim shtëpisë. E mbarua misionin tonë. Ç'a dun këta më aty më? Por shef, unë jam 52 vjeç. Kam kandiduar 21 vjet përpara për Partinë Socialiste, unë nuk e shoh kurrë dhe s'm shkon as më mendje me model që unë mund të futem në kuvend, shkoj në siglën e Partisë Socialiste ose një partie tjetër, dhe unë kam pas oferta ndër vite për të bërë pjesë. E të shkoj për çfarë? Të përsëris vetëm për atë që kam bërë, o ka modele tjera për të kontribuar në shoqëri. Ose ta hapin sistemin politik dhe të lënë atë modelet shoqërore të futen aty, ose nëse e kanë kështu këta, se këta e kanë çdo parti nga i shtëpi, edhe secili thotë unë jam i parë i shtëpisë, shtëpi time bëj ç'a duan, ç'a them unë, si do ndryshoj modeli. Edhe them që shanset për të ndryshuar tek ne, nëse vazhdon kështu, janë prap baraz me zero. Do shohim si do bëhet kjo reforma territoriale, se këtë po pres për zgjedhjet vendore. Po ta harrosh se kemi bërë një analizë, kujtohet para 2 vjetësh kur ishin zgjedhjet para një viti gjysmë. Po. Kemi qenë me studio diku tjetër ku afër ju te rrugë e Dibrës. Kam thënë atëherë. Dhe rezultati doli ashtu siç thash. Në jug praktikisht Partia Socialiste mori gjithçka. Dhe nëse vazhdon kështu, po është e njëjta gjë. Do të shohësh ti ku janë grupet parlamentare. Grupi parlamentar i opozitës është i gjithë te bloku. Shkojnë nga Shqupi te bloku. Këta socialistët në herë kur lëviz kryetari në përrethë shkojnë edhe këta rrinë atje. Ti s'ke më deputet në përrethë. Ka mund sa shoh kryetar bashkie janë ca të majtë, ca të djathtë që i takoj, pak janë domethënë. Njëri është ish ushtarak, është i shkreti atje është i qendrës djathtë. Është me Malije, është vendi varfë atje. Po pse shkon kush ndonjëherë ti vizitoje, shkoj. Të gjithë presin që ndryshimin do ta sjellë dikush tjetër nga jashtë. Kështu që kjo historia që këta kanë filluar tonë se kush do bëj Petër Magjarin, që të bësh Petër Magjarin, një herë duhet të kesh bësh Hungari. Përsërisësh historinë e Hungarisë dhe e dyta pastaj duhet të kesh kurajën dhe modelin. Shkosh, tash nuk do ta rrezonte Viktor Orbanin Ferenc Gülçanyi. Ferenc Gülçanyi iku. Shkoi në histori. Viktor Orbanin do ta rrezonte një si Petër Magjari ose modeli Petër Magjarit me një model komplet ndryshe, një ofertë komplet ndryshe. Kështu që unë po të them sot në mediat kombëtare, nëse del njëri dhe ka kurajë, ti përmend emrin një nga këta që janë konsumatorët e parave publike, unë preskova. Kaq mbaroi historia. Tani, rusët me humbjen e Orbanit do të shkojnë në shtëpi, janë mërzitur shumë padyshim. Po flitet këto ditë që Magjari do të përzër nga Hungaria edhe miq të strehuar nga drejtësia të Orbanit. Një ndër to për shembull ish kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski. Nuk e se ka shumë në Hungari. Shiko, e para një herë Hungaria ka shtet fort, ka gjykata të forta. Nuk është kaq kollaj. Pra sot presidenti i Hungarisë është ish kryetari i gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë. Hungaria është, pra ai mund të ketë një vullnet politik për bërë pak show etj, por Hungaria është një vend me institucione të forta. Hungaria ka qenë perandori, perandoria austro-hungareze nuk është kështu, domethënë se si këtu që çohet edhe ai pari pastaj bën gjitha. Nuk drejt kaq. E dyta, ti parasysh që sot në Maqedoni në pushtet është partia e Viktor Orbanit ose ish partia e këtij Nikola Gruevski. Kështu që kjo është sa për propagandë. Sepse Nikola Gruevski realisht shkoi në histori politike jo për shkak korrupsionit. Do të themi të vërtetë. Sepse Nikola Gruevski qëndroi në istikam fort për të mos ndryshuar emrin e Maqedonisë.
Por Nikola Gruevski është nga ata njerëz që ka bërë reforma shumë të forta në shtetin e Maqedonisë. Në ekonomi njëherë, të jashtëzakonshme. Pagoi rënd kokëforcinë e tij për të mos ndryshuar emrin e Maqedonisë. I gjithë presioni ndërkombëtar shkoi tek Nikola Gruevski dhe pastaj kur e pa që ky do qëndronte te kjo gjë, e parkuan. Ai shkoi në shtëpi të bardhë, ishte Hillary Clinton sekretare e shtetit, kishte bërë një marrëveshje me Papandreun. Hillary Clinton i tha, ky është dokumenti, do në shkruani, kalojmë atje në zyrën ovale për na pret presidenti Obama. Dhe do shkruaj marrëveshjen dhe do shkonin të dy për çmimin Nobel Paqe. Ky e pa, tha, jo, nuk e bëj dot, se unë kam rënë dakord tjetër me Papandreun. Dhe zonja Clinton i tha, kryeministër, tani ka dy zgjedhje. O do në shkruash dhe do kalojmë të dhoma ovale të takosh presidentin, ose do dalësh nga këtu dhe ti nuk hyr më kurrë këtu. Këtë mua ma ka thënë vetë Nikola Gruevski. Nikola Gruevski këtu e pati fundin e tij politik. Dhe nuk ishte pak, sepse bëj fjalë për zgjerimin e NATO-s të kjo histori. Ndërkohë, sot pas 10 vjetësh, sepse Nikola Gruevski ka 10 vjet që ka nga pushteti, situata politike ishte komplet ndryshe. De facto për mua, historia e Nikola Gruevskit për Viktor Orbanin ishte kthyer një peshë, sepse Nikola Gruevski marrëdhënie me partinë e vet, kishte shumë këqija, i ka shumë këqija. Dhe Viktor Orbani mbështeste vëmëron në Maqedoni, pra personalisht Miskovskin dhe partinë e tij, dhe pavarësisht saj marrëdhëniet mes dy palëve ishin goxha agresive dhe kjo ishte arsye, një nga arsyet pse vëmëroja u kthye në pushtet ishte sepse u distancua qartë nga Nikola Gruevski. Nuk mendoj që të ndodhë. Kjo sa për konsum publik, pastaj do shkojnë në gjykata, do ashtu, ai është dënuar për vepra të vogla penale. Praktikisht ai ka vdekur, politikisht Nikola Gruevski ka vdekur, edhe nuk mendoj që kthehet në një çështje të madhe politike. Por edhe po të kthehet, ai do të ketë atë si punë e artan grupit, do shkojnë në rreth shtëpia dhe nuk është se do ketë ndonjë. Shumë i lumtur Bashkimi Evropian për rrëzimin e Orbanit, madje presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që tashmë të hidhet për votime dhe heqja e vetos, por duket okay, Orbani u largua, por ka edhe Orban të tjerë, ndoshta më të vegjël. Ja, në Union. Ky është budallëku. Nuk është Orbani problemi. Nuk ishte Orbani problemi. Nuk është asaj Slovakisë, nuk do të jenë asaj atë problemi. Kush është problemi? Problemi është lufta në Ukrainë dhe fakti që Evropa nuk ka mundësi ku të marrë burimet energjetike. Fakti që në 2011 me pranverën arabe u pre furnizimi nga mesdheu me gaz dhe me naftë i Evropës. Fakti që lufta 2022, sa po e përmendëm, 2022-2026 jemi tani, ka pre furnizimet nga lindja. Fakti që lufta me Iranin ka pre furnizimet nga gjeri. Okay. Pra, nëse sot Evropa ka një krizë, kriza është e mirëfillt politike, po që lind për arsye të forta ekonomike. Dhe sot, Bashkimi Evropian, realisht, ki parasysh që sot kreu i Amalit, për shumë vitesh, është edhe kryetari i parlamentit të Libanit. 1/3 e qeverisë Libanit, pra kësaj qeverisë që negocion, është Hezbollahut, pjesa politike, pa folur për pjesën ushtarake. Hezbollahu nuk e njeh fare këtë tryezë negociatash. Po sigurisht se një as Hezbollahu as Amali. Kështu që kjo tryezë negociatash, pa pas përfaqësuesit e këtyre, është thjesht një tentative perëndim për të ne po i ulim. Por o do shkojnë këta të flasin dhe pastaj këta do flasin dhe me Hezbollahun, do thonë ne do shkojmë një marrëveshje po për cilën ju jeni dakord. Edhe më kujton këtu marrëveshjen e Orit në cilën vërtet UÇK-ja nuk ishte pjesë e marrëveshjes në 2001-shin. Ishte Arbër Xhaferi me Ymer Ymerin, por Arbër Xhaferi ishte në mënyrë online me Ali Ahmetin, edhe Ali Ahmeti ishte njeriu që aprovonte gjithë dokumentet. Emër të UÇK-s. Pra, o do jetë kështu, ose s'do ketë marrëveshje.
Shumë e qartë. Problemi është në Beirut. Në Beirut, nga momenti kur ushtria siriane në 1990 dhe hyri, çoi ushtrinë dhe vendosi pra rregullat e pushtetit në Liban dhe i dha fund luftës civile që filloi në 78, e deri tani gjysma e Libanit ka qenë në mënyrë permanente e komanduar nga Hezbollah. Pra, o do bëjnë një ushtri treshe bashkë me ushtrinë amerikane, ushtria izraelite, ushtria siriane, ushtria libaneze, ushtria amerikane dhe të bëjnë luftën civile dhe ta pastrojnë njëherë për gjithmonë Hezbollahun me Amalin dhe forcat e tyre në terren, ose s'ka shans tjetër. Herën e fundit që dikush tentoi të fshinte lagjet e jugut të Beirutit me pretendimin se do ta pastronte, pra, dhe do bënte ndërtesa të reja që të kuptosh jugu Beirutit dhe si bathorja dhe ne. Shkoj shpesh atje. Atje nuk ka, se ka policia, ka ushtria, atje ka vetëm Hezbollah. Pra, o do fillosh një luftë civile aty dhe do fitosh luftën civile të zgjasi sa të zgjasi, ose nuk ka rrugë tjetër. Dhe ndërkohë këta kanë nga mbrapa Iranin, kanë armatimet e Iranit, kanë paratë e Iranit dhe s'kan vetëm Iranin, se nuk është vetëm Hezbollah. Janë proxit, janë në Irak, janë në Yemen, janë në gjitha vendet e rajonit. I vetmi ndryshim real cilësor që ka ndodhur është Siria. Por momentin që Izraeli ka marrëdhënie problematike edhe me Turqinë, parasysh se qeveria siriane është sunite, është në aleat me Turqinë dhe me Arabinë Saudite. Pa çështja është që të ndodhi kjo gjë dhe Izraeli duhet të pranojë disa koncesione të forta. A është i gatshëm sot Izraeli të tërhiqet nga lartësitë Golane dhe nga jugu, nga lumi litan? Harroje se është i gatshëm. S'është i gatshëm sepse Izraeli e di realitetin në Liban. E di që nuk përfundon kjo punë se tha Hezbollah po doj nuk e lë kryeministin e Libanit dali nga shtëpia. Kur shkosh te rruga ku banon kryeministi i Libanit, kur shkosh te rruga se ta zakonisht janë pasanik ta gjithashtu, ka një rrugë të tërë vetën atje me shtëpi atje. Fillojnë po zbloqe 5 kilometra larg, por nuk ruhen as nga Izraeli as nga Siria, ruhen nga të vetët. Pastaj aeroporti i Beirutit është në pjesën jugore të Beirutit. Është në gjitha lagjet që kalon është autostradë për shkuar në aeroport, që janë lagjet që kalon në zonën e Hezbollahut. Dhe këta në luftë ta shkojnë dot në aeroport nuk i lë Hezbollahu. Ka qenë një situatë para ca vitesh, nuk mund ta kujtoj, se bë shumë vite, një 15 vite. Patën një përplasje këta politike me Turqinë të këta, dhe Hezbollahu zbritën, morën peng pilotët e Turkish Airlines që do shkonin në hotel, i çuan diku tjetër atje, u qetësu Erdogani me këta të vetët, çuan ashtu, pastaj liruan. Kjo është situata në Liban. Përtej bla, flasim bukur, flasim frëngjisht, flasim se libanezët kanë këtë, flasin dhe multilingve janë, kur të përshëndesin të hajki faksi se va. Flasin arabisht, anglisht edhe frëngjisht. Realisht aty në terren ti s'bën dot gjë. Mund të rish ato hotelet e bukura që janë Bregdetit, po mirupafsh. Tani kanë dhe i kazino të bukur në veri të Beirutit, që rrugës që shkon për në Tripoli, po sunitët janë Tripoli, janë kufi me Sirinë. Nuk është kaq kollaj kjo gjë. Lufta e çdo zhvillimi fundit në lindjen e mesme duket se po i kushton Donald Trumpit, aq sa hera herës se nxjerrë edhe nga binarët. Si fillim, pse u përplas me Giorgia Melonin? Jo më larg se një ditë më parë, tha e mendoja të guximshme. Sepse ai sulmoi papën. E kisha më vete papën. Dhe në Itali, po sulmove papën, ke humb votat për zgjedhjet e ardhshme, ke humb Kishën Katolike. Kështu është shumë e thjeshtë. Okej, atëherë ndalemi këtu tek Giorgia Meloni humbi pa precedent ndaj atit të shenjtë. Giorgia Meloni humbi referendumin si rrjedhoi luftës së Donald Trumpit. Tani i bie që të humbi zgjedhjet vitin që vjen, si rrjedhoi Donald Trumpit. Ke njërin e politikanë që do të humbi zgjedhjet. Okej, kështu që po u tërhoq e detyruar në kohë. Po çfarë do bëj? Ai mori dhe sulmoi papën, dhe papa përveç që është i pari katolikëve të botës, sepse është papa përveç që është i pari katolikëve të botës, është dhe i peshkvi i Romës. Është i pari kishës katolike italiane, romane.
Ç'do bëj Giorgia Meloni? Do humbi 20% të elektoratit? Të elektoratit tradicional sot po të vazhdojë. Jo, i ikën partia që i mban qendrën katolike, i ikën nga qeveria, e rrezon sot qeverinë Forca Italia. Si do shkoj? Është çështje llogarie, si do e bërë Giorgia Meloni? Okej, pse sulmoi Trumpi Papa Leo? Sepse Papa Leo ju kundërvu dhe normal që do t'i kundërvije, sepse Papa flet për paqe, nuk mund të flasë për luftë. Po pra, fikse thatë, domethënë kjo është pjesë e retorikës së Vatikanit, sepse Donald flas për paqen vend luftës. Sepse Donald Trumpi mendonte që duke qenë një pap amerikan, ky pap amerikan është një pap që do t'i qëndronte linjës politike të Donald Trumpit dhe përmendi një fjalë që s'duhet ta përmendte. Dhe po mos isha unë s'do zgjidhe kur pap. Por nga pikpamja eskatologjike, papa është pasuesi i Krishtit. Është i zgjedhur me frymën hyjnore. Ata kur votojnë dhe mbyllen tek dhoma e famshme e zgjedhjes papës, ata bën gjithë betimin edhe sipas tyre, papa zgjedhet se ka një frymë hyjnore. Pra, nëse Donald Trumpi nga pikpamja eskatologjike quhen veten Zoti, kjo nuk mund të pajtohet me katolikët. Aq më tepër kur kjo ndodh javën kur pjesa ekstreme hebraike në qeverinë e Izraelit nuk lejon kardinalin Pizzaballa, që është përfaqësuesi më i lartë i Selisë Shenjtë, javën e Pashkëve të futet në kishën në varrin e Krishtit. Janë 1,5 miliard katolikë në botë. Katolikët në zgjedhjet e fundit votuan Donald Trumpin, zëvendës presidenti i SBA-s është katolik. Kështu që ç'do bëj Giorgia Meloni? Giorgia Meloni nuk do shkoj prap 2% për shkak të Bibi Netanyahu. Sepse është e qartë që lufta në Iran është lufta e Bibi Netanyahu, i cili ka arsyet e veta, drejta, po siç ka i arsyet e veta, i ka dhe kjo të arsyet e veta. Shumë e thjeshtë. Referendumin e humbi si rrjedhoje e çmimeve dhe e inflacionit për shkak të kësaj lufte. Tani të humbi dhe pushtetin. Shumë e qartë. Kisha katolike është faktor, ka qenë gjithmonë. Dikur ka qenë faktor unik, se ka qenë demokracia kristiane që qeveriste Italinë. Po është faktor që çon votat këtej ose ande në Itali. Çdo bëj Giorgia Meloni ka mbajt krahun Donald Trumpit për çdo gjë në brenda BE-s. Po kur vjen puna të karriera vet politike dhe të karriera vet politike çdo bëj. Do shkatrohet politikisht. Se bën dot. Tani 2 bën 4. Po, matematik. Tani çdo ditë më shumë po diskutohet i famshmi amendamenti 25 në SBA për shkarkimin e Donald Trump. Nuk e shkarkojnë dot. Nuk është i shkarkueshëm presidenti, që të shkarkojnë duhet të kenë shkeljet kushtetutës, sot duhet të kenë edhe senatin edhe dhomën e cilat i dominojnë republikanët, edhe nëse do ketë ndryshim nëntor me shumë gjas ndryshon vetëm njëri, ndryshon tjetri, pastaj ngelen 2 vite, është provuar me Clintonin e tjerë, është e pamundshme kjo gjë. Për tek kësaj, ata kanë një problem konkret, që pas 60 ditëve duhet kalojnë një ligj për luftën nëse duhet vazhdojë luftë. Kjo është arsyeja pse Donald Trumpi vazhdon nuk e quhen luftë, po e quhen operacion special. Do të shkojnë në Kongres dhe duhet kalojnë një ligj. Por jo të gjithë republikanët kanë të njëjtin mendim, sepse edhe republikanët janë ndarë në 2 krah, MAGA dhe neokonsët. MAGA është kundër vazhdimit të luftës, e ka thënë zëvendës presidenti disa herë. Neokonsët janë problemin real, e kanë në marrëdhëniet e veta afatgjate dhe çdo të bëhet me NATO-n dhe çdo të bëhet me BE-n në marrëdhëniet me SBA. Sepse ne sot që flasim, kemi një kontinent që është më i pasuri nga pikpamja e qenies njerëzore dhe ndërmjet vetit, pra më i vogël, pra që është BE-ja, me një numër diku te 300 milion banor, që është një basi shtetesh që secili e mendon ndryshe nga njëri tjetri, por që realisht varen nga burimet energjetike. Nga cilat burime energjetike do ta marrin gazin, nga cilat naftën dhe drithrat ku do t'i marrin. Pra, Viktor Orbani është saktësisht viktim e kësaj gjëje për cilën BE-ja sot po gëzohet. Se nuk është çështja ç'do bëhet me Ukrainën. Çështja është si do fitohet lufta në Ukrainë. Dhe a ka mundësi ekonomike BE-ja? Okej. Tani duhet fitoj kohë.
shumë bisedime, por pa marrëveshje për ato që po ndodh në Iran, mes shubave, Izraelit dhe Iranit. Pse nuk po prodhohet një marrëveshje, edhe pse po tentohen shumë negociatat, bisedimet, 10 orëshe Për një në arsye shumë Islamabad. të thjeshtë, sepse ajo për cilën nga shiko, në një luftë së më mirë, konkretisht në këtë luftë, Amerikanët dhe Izraelitët, në mënyrë të veçantë Amerikanët, patën fitore taktike. Pra fitoret e ditëve të para, eliminimi i Khameneit, i Laridxhanit, i disa komandantëve të terren e tjerë. Por nga pikpamja strategjike humbën gjithçka. Regjimi nuk ra. Filloi një krizë e madhe me aleatët e vet në Evropë. Filloi një krizë e madhe me aleatët në Gjirin Persik me arabët. Një distancim dhe ndarje totale me Turqinë, me Pakistanin që janë aleatë tyre në rajon dhe kufi të Iranit. Humbën Hormuzin, filloi kriza ekonomike që sapo përmendëm tani e tjerë. Dhe nga kjo pikpamje që të ketë një rezultante, pra një negociat, ti duhet të kesh fituar në gjë. Çfarë do shkëmbesh në negociat. Tani unë se kuptoj pse Irani duhet t'ia lëshojë këto gjëra, ndërkohë që këta nuk treguan që mund t'i bëjnë dot gjë Iranit. Pse? Sepse hyn në luftë të nxituar të papërgatitur. Irani dëshmoi që mund të ketë armatime të cilët askush nuk mendonte që Irani kishte përpara. Izraeli dëshmoi që kishte të drejtë kur thoshte që këta kanë raketa që po të bëjnë mbushje bërthamore, këta na fshin nga harta. Pra arsyet e konfliktit janë aty. Në të njëjtën kohë arabët, vendet sunite thanë që prit se ju nuk mund vini bëni presion tek ne dhe të thoni njini Izraelin dhe pranoni paktet abrahamike. Për njohin Izraelit, ndërkohë që ata nuk e njohin Palestinën dhe çau bën Gaza dhe çfarë vazhdon në bregun perëndimor tregon sa e rëndë është kriza. Por ajo që është më e rëndësishme është që vendet sunite thonë prit, nëse këtu vazhdon kjo lojë dhe Izraeli ka fuqi bërthamore, Irani ka fuqi bërthamore, do kërkojmë dhe ne mbrojtje bërthamore. Pra, Turqi, Arabi Saudite, Emirate, Pakistani e kanë mbrojtje bërthamore. Prandaj bën aleancën e tyre ushtarake. Dhe nga mbrapa qëndrojnë tre fuqi të mëdha të BRICS-it. Rusia, fuqi energjetike ushtarake, Kina, fuqi ekonomike, industriale dhe ushtarake, India, fuqi industriale, ekonomike, po edhe ushtarake dhe India, dhe Pakistani nga ana tjetër. Pra, ke shkuar, ke hequr kapakun e tenxheres, pa qenë i përgatitur për valën e madhe të shpërthimit të nxehtësisë që do dalin nga ty. Unë ta kam thënë këtë studio, o mbyllet shumë shpejt, o kjo luftë zgjat 10 vjet. Kështu që si do arrihet marrëveshje, duke thënë që mbaje mend çfarë do të bëjnë ty dhe you are bad guy, si do arrihet? Si do ta kontrollosh ti praktikisht gjithë vijën detare që fillon nga Kuvaiti e del deri në Pakistan, që ka Irani? Në çfarë forme? Programin raketor si do ta vësh në nuk po shkojmë te programi bërthamor, po shkojmë rrim te programi raketor. Ushtrin. Regjimin u tha që po të vritet Khamenei, gjithë ajo tollat e tjerë do çohen, ushtria do çohet dhe do rrezoj regjimin. Pse s'ndodhi? Pra, kush ishte ai gjeni i madh që mendoi që do binte Irani për një javë? Jo rastisht në Izrael, po ndodhi një ndryshim këtë ditë, nuk është përmendur fare. Po ikën Barnea si drejtori i Mossadit dhe është vendosur një tjetër, një general që ishte në Gaza 2 vjet luftë në Gaza. Vinte nga inteligjenca e ushtrisë. Amani nga inteligjenca e IDF-it. Avantazhi taktik që patën izraelitët dhe amerikanët në këtë luftë, që ishte një avantazh i shërbimeve inteligjente, pra eliminimi fizik i Khameneit, disa krerëve të tjerë apo goditja disa strukture ushtarake, ishte një avantazh që nuk zgjati shumë, sepse avantazhi strategjik u kthye ndryshe pastaj. Ki parasysh që të gjitha bazat amerikane në rajon u goditën gjitha, absolutisht gjitha. Siç ndodhi me Al-Udeidin në Katar, siç ndodhi me
Bin Sultani në Arabi Saudite. Pra, këta janë njerëz që kanë menduar ne kemi harxuar, pra këto shtete mendojnë që kanë harxuar miliarda dhe ishin të mbrojtur, edhe panë që një ditë bukur, mirë që ishin pa mbrojtur këta, po ishin pa mbrojtur edhe këta tjerët. Pa shkuar dhe përmendur 40 ditë luftë në Izrael, pa shkuar dhe përmendur që raketat iraniane na përfunduan sa në Kipër, sa në Turqi, sa në Oqeanin Indian 4000 ca kilometra larg. Kështu që të ketë rezultate, duhet të ketë rezultat lufta. Prandaj, unë mendoj që për momentin mundësia e vetme është që të quhet të kemi një lloj detante. Pra unë të riqem pak nga kjo gjë, ti të riqesh pak nga ajo gjë, që në mënyrë që mos godasim njëri tjetrin më shumë e tjerë, po nuk mund të ketë marrëveshje sepse s'ka fitues. Ndërkohë edhe blokada në ngushtisën e Hormuzit duket se nuk është se po funksionon. Armëpushimi herë zbatohet, herë jo. Po si do funksionojë blokada? Kush do bëj blokadën? Blokadën e bën Irani. Blokada mbi blokadën nuk mund të funksionojë, sepse që të bësh blokadën mbi blokadën, në momentin që kalon anija e madhe kineze, ti duhet ta fundosësh. E fundos sot do të shbaja një anije të madhe kineze. Do të hapi luftën e Kinës. E bën dot. Është e gatshme Europa të hapi luftën e Kinës. Përgjigjen të japun, mjafton dalësh rrugëve të Tiranës se çohesh sa makina kineze kemi. Po përmendim naftën, gazin dhe dritrat. Ndërkohë do shkojmë në anën tjetër. Shtylla e parë e ekonomisë, shtylla e parë e sigurisë është ekonomia. Pra, konkretisht që të hymë në një luftë të madhe, që bota perëndimore të hyjë në një luftë të madhe, duhet përgatitet për luftën e madhe. Momentin që s'është e përgatitur për luftën e madhe, unë ta kam thënë studiot duhet që të bjerë regjimin Iran, duhet që Perëndimi të marrë 1 milion ushtar dhe të çojë atje. I ka sot NATO 1 milion ushtar? Nuk i ka praktikisht. Si ka për luftën në Ukrainë, imagjino tani për luftën në Iran. Që tek e fundit lufta në Ukrainë është në kufit e NATO-s, pra nuk e se do spostohen shumë, pra janë kufi. Kurse kjo është larg shumë. Ndërkohë, kemi edhe bisedime Izrael-Liban për herë të parë që pas 90-s, në mos gaboj, bisedime direkte mes tyre, nuk ka rezultat konkret deri më tani. Ke pritshmëri për Libani është një vend tjetër që unë e njoh shumë mirë. Atje është ulur një pjesë e prezencës politike libaneze, e cila gjithmonë ka dashur një marrëveshje me Izraelin. Dhe Izraeli është ulur me këta në tavolinë për shkak se pas asaj që ndodhi para 5 ditësh, pra asaj masakre në qendër të Beirutit, në një lagje të krishterë, në kulmin e konfliktit publik-politik mes Izraelit SBA-s me Kishën Katolike, që s'ka ndodhur kurrë më parë, domethënë, duhet uleshin në tavolinë, se nuk është e justifikuar që ndodhi. Pra goditje me 20 minuta me avion mbi në qendër të Beirutit, duke bërë një masakër mbi 230 vdekur, 270 vdekur sa ishin e 10.000 plagosur. Pa duhet uleshin, tregonin që kemi një ashtu. Çështja është që gjysmë e Libanit janë shiit. Pra, nëse nuk ka përfaqësues të Hezbollahut edhe të Amalit në ato negociata janë nul. Sepse po erdhën në Liban, qeveria e Libanit duhet çojë ushtrin pastaj, gjysma e ushtrisë janë, pa thënë se shumica gjeneralëve janë shiite edhe ata. Duhet çojë ushtrin dhe policinë dhe të marrë kontrollin e lagjeve dhe qyteteve dhe krahinave që janë në kontrollin e Hezbollahut edhe të Amalit. Vazhdimin e luftës. Pastaj janë dhe agjendat e tjera. Pra, zoti Rubio pret rrëzimin e regjimit në Kubë. Po nëse vazhdon lufta në Iran, me çfarë do rrëzojnë Kubën? Se kanë Rusi nga ana tjetër. Ke Ukrainën. Në maj presidenti Trump do shkojë në Kinë. Një seri frontesh të hapura në njëjtën kohë. Dhe mbi të gjitha është ai armiku i fshehur dhe i egër, shumë i rrezikshëm, që quhet inflacion. Duam s'duam ne, me luftën në Iran, Donald Trump zgjoi opozitën amerikane nga gjumi. Tani, shumë epitete, shumë fraza, shumë përshkrime po i vendosen presidentit amerikan me
gjitha këto qasjet e fundit, sjelljet, vendimet e çuditshme, gati të çmendura hera herës. Si e vlerëson ti performancën e Donald Trump? Donald Trump ka qenë presidenti më i mirë absolut deri në ditën që filloi luftën kundër Iranit. Ka bërë gjithçka perfekt. Objektivi i parë ekonomia, tregtia ndërkombëtare, stabiliteti financiar, tregjet, lëndet e para, bordi i paqes e tjerë. Sa kaloi bordin e paqes, filloi luftën e parë. Dhe filloi luftën pa qenë i përgatitur për luftën. Ky është problemi. Kështu që në historinë politike të shumë njerëzve të mëdhenj, mjafton një gabim i tillë për të fshirë nga historia. Sepse filloi luftën pa qenë i përgatitur për luftën. Duke patur parasysh që ka ushtrim më të madhe në botë dhe ka shtetin më të fortë në botë. Pra ka primatin në kësaj gjë. Shiko, ka një rekord në histori. Historia nuk është me sigurt, pra gjërat ndodhin edhe pastaj janë aty. Adolf Hitleri dhe armata e 6 gjermane me 350.000 veta shkuan deri në Azi. Pra vun përpara gjithë Evropën, dhe në perëndim dhe lindje dhe shkuan deri në Azi. Mbritën deri në brigjet e Volgës në Stalingrad. E morën dhe Stalingradin, po se mbajtën dot. Ditën që u dorëzuan Stalingrad ka qenë në 2 shkurt të 43-shit, dhe ata kishin vërtet ushtrim moderne, dedikuar, ushtar të fortë, luftra që kishin fituar atje. Filloi një proces që i çoi deri në Berlin 2 vjet më vonë, deri në fshirje nga harta. Në rastin e Gjermanisë, ushin vërtet nga harta, u bë Gjermania, lindi Gjermania perëndimore dhe Gjermania lindore. U deshën 40 vjet për të ribashkuar. Dhe prap kurrë, jo kurrë siç ka qenë Rusia, prap më të vëgjël se ç'kishin qenë. Tani Amerika e di shumë mirë që nuk mund të hyjë në një luftë, ta kam thënë këtu studio, në një luftë që mund ta humbas në lindjen e mesme. Se po e humbi do fshihet fare nga lindja e mesme. Izraeli ka shumë qartë që nuk mund të humbë një luftë në lindjen e mesme se fshihet nga harta. Si kundër dhe Irani ka shumë qartë. Që po të humbë një luftë, do shpërbëhet. Kështu që unë mendoj që mekanizmi në cilin kemi hyrë quhet një mekanizëm deterrence. Të 3 ose të 4 ose të 5 ose të 6 faktorët e dinë sa shumë mund ta dëmtojë njëri tjetrin dhe do qëndrojnë aty për të mos është. Ndërkohë kjo do jetë një periudhë e tërë instabiliteti politik ndërkombëtar, edhe ekonomik, edhe financiar dhe ushtarak. I ka dalë situata e shkontrollit, nuk po e menaxhon dot më që sondazhet ditës po e nxjerrin me humbje në radhët e amerikanëve, sot sulmoi prap Papaleon, NATO-n, shpërthen domethënë. Si ka dalë jashtë kontrollit? Çdo ditë. Si ka dalë jashtë kontrollit? Është një situatë që nuk ishte kalkuluar kështu. Ai i dha besim të fortë planit Barneas edhe të Bibi Netanyahut. Barnea drejtori i Mossadit, edhe Bibi Netanyahu, kryeministri i Izraelit, sipas cilit ai do të kishte një sukses politik me pak kosto në pak ditë. Kjo gjë nuk ndodhi dhe përpasoj është i detyruar të riformatojë një seri gjërash, por ka një skadencë. Tu është problem për republikanët aty. Janë zgjedhjet e midtermit në nëntor. Pra kemi përballë majin, kemi qershorin, kemi korrikun, kemi gushtin, kemi shtatorin, kemi tetorin. 6 muaj. Dhe ndërkohë duhet që të fillojë një narrativ dhe një seri eventesh në të cilat o duhet fitojë ose duhet ndryshojë narrativ. Tani për ta mbyllur një pyetje shumë të shkurtër, nëse ke ndonjë koment, njohuri mbi kandidaturën që është nominuar nga Trump për ambasador në Shqipëri? Për mua çështja e ambasadorëve është gjithmonë një çështje koti. Shqipëria formale, kot. Është një çështje kote, domethënë fakti që ne
kemi merak se kush do jetë ambasador tregon se sa periferik jemi. Unë kam pas mik Alex Arvizun, sot është një pension. Burr shumë i mirë, ambasador i mirë. Se shkonte zëri i tij. Zëri i tij shkoi në shtëpi të bardhë vetëm një herë kur ishte çështja e armëve kimike. Ky Donald Luja maksimumin e luftës e pati me Tikllallën që e futën lidhës. Mirë, po tek ne jepet pesh më shumë se ç'duhet. Sepse ne jemi pa shtull kurrizore dhe s'kemi klasë politike. Kjo është tjetër gjë, sepse klasa politike është e kapur dhe ata kanë instrumente të tjera me të cilët po nuk është ambasadori. Ambasadori është një në punës si shtëpisë bardhë. Çështja është jemi kaq periferik se agenda e SBA-s Shqipëri është agenda e ambasadorit. Kjo tregon se sa periferik jemi, nuk tregon se sa të rëndësishëm jemi. Si rojtar frikën thonjë za. Ka shërbyer si është çështje, nuk është problemi i ambasadorit. SBA-ja ka një politik dhe ne s'kemi politik, ky është problemi. Këtu unë nuk e njoh, nuk mund ta gjykoj, nuk mund ta paragjykoj, për mua është një gjë. Edhe zonja Kim iku u përplas këtu me gjysmë këta, ca thonin e kemi miq, ca e kemi armiq, mirë kush e kishte mik, mirë kush e kishte armik. Ajo iku doli edhe ajo është jashtë sistemit politik, do punoj për një kompani private atje kush. Tu problemi është sa kot jemi ne. Dhe kemi pas historike se këtë problem kemi pas me ambasadorin rus, sovjetik, domethënë kohë, ambasadorin jugoslav para tij, me ambasadorin kinez, pastaj me ambasadorët italianë të BE-s, tash kemi me ambasadorët amerikanë që tregon në mënyrë një trajtshme. Më mirë po ta them kështu siç e thot populli se sa i vogël. Po pra po, kjo. Dihet kjo. Duke shpresuar për një marrëveshje mes SBA-ve dhe Iranit, se kjo është e rëndësishme për momentin, jo për gjë, po ndihet në gjithë botën efekti i saj, tek ne për shembull bordi i transparencës çdo ditë ule ngri me 10 lekë. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit të nderuar miq që qëndruat me të pashojshë, rikthehemi sërish.